Rikthehem që zotri Popovski përmendi deklaratën e ish sekretarit shtetit Kerry. Ai ishte deklarat, po ishte një fjalim shumë i gjatë, të cilin sekretari i shtetit e pati në fror, më thënë në shkurt të vitit 2014, në konferencën e sigurisë të Munichut, ku ne si institut morëm dhe analizuam atë fjalim, se është shumë me rëndësi të analizohen porositë dhe prapavijet, duke ja bashkangjitur edhe raportin e atëhershëm të cilin e prezantoi drejtori i agjencioneve të inteligjencës të Shteteve Bashkuara të Amerikës, zoti Clapper, para Senatit, në hearing. Dhe gjetëm shumë pika të përbashkëta në këto dy fjalime, të cilat më vonë u reflektuan edhe në strategjitë e sigurisë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe të Unionit Evropian. Kërkoj pak falje se do të marr pak kohë më tepër. Për shembull, në strategjinë 2010-2015 të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Ballkani zën një vend dy rreshta. Kurse prioriteti është Afganistani, Iraku, lindje e mesme, Korea e tjerë, ose konkretisht kur them lindjen e mesme kam procesin e bisedimeve për çështjen e armatimit nuklear të Iranit. Dhe tani, strategjia e re 2015 e këndej, Ballkani merr një vend tjetër. Edhe në paragraf. Nuk bëhet fjalë vetëm për një paragraf, ndonjëherë edhe një paragraf, por për kushtimi i tyre dhe që u definua, që de facto u demonstrua edhe gjatë këtyre dy vjet e gjysmë të krizës politike, për kushtimi dhe vendoshmëria e Shteteve të Bashkuara të Amerikës është shumë e qartë dhe aty nuk ka mendoj qasje momentale emotive, por ai shtet vepron pas pragmatizmit dhe proceseve të afatgjata dhe nuk ndryshojnë brenda natës aty politikat.